pas lëvizjes studentore. A e dërgoi Ramiz Alia Sali Berishin tek studentët? Ramiz Alia Sali Berishin tek studentët? Po. Absolutisht jo. Edhe kjo është e faktur dhe se ka thënë kur vetë atë. A e vetë jo për gjithë zërat praktike? Jo, po s'ka sepse është shumë e faktur. Tek studentët kam shkuar mëngjesin e datës 9. Kam qenë në Itali në një konferencë për biogjenetiken në Toskana. Jam kthyer si i dërguar i OMS-it, jam kthyer në darkë dhe në darkë kam marrë vesh sa thashë theme, rumore, që studentët kanë qenë ka një zhurmë tek qyteti studentëve. Në mëngjes kam dalë, jam lidh me Qemal, jo me Kujtim Çashkun dhe Besik Mustafën për të ngushëlluar me Metelezin për nënën, ose një kështu, dhe jemi ndalë në Hotel Tirana për të pi një kafe. Në Hotel Tirana, duke hy, me thot Qemal Sakajeva, thot student kanë qenë në demonstrat, më ramë. I them, çfarë kërkonin? Tha, mirë nuk e di. A kërkonin pluralizëm? Nuk e di, tha, po kanë demonstruar, tha, dhe i kanë rraf në dakëm tërë, po. I thash tani Qemal, ne duhet marrim vesh apo kërkojnë pluralizmin apo jo. Qemali ishte me bicikletë, është një drejt e tek studentët. Unë me Çashkun dhe me Besik Mustafën jemi ullë për kafe në Hotel Tirana. Aty një person, Besiku e njifte Usenjitja, tregon të gjitha këto. Tregon që studentët janë, dhe thot janë, edhe tani janë në protest. Kur kyth na thot aty në ishim të tre që janë dhe tani në protest, unë u thëmë këtyre tani do të qohëm, ne shkojmë të kata. Shkojmë të studentët. Nuk kanë pezituar, po kanë thënë. Jemi nisë, kur kemi dalë nga Hotel Tirana dhe po ktheshim, vjen Qemali. Dhe Qemali më thot mua janë para ambasadë, para muzeut Lenin Stalin dhe tek liceu artistik. Rezidencë ambasadës italiane sot. Në atë kohë duket ishte muzea akoma, duket po. Muze ka qenë, po. Janë aty. Të rrethuar nga gjitha anët, rrugica të rrethuara. Dhe i them mirë, vazhdojmë në rrugën. Rrugës, një dy pedagog miq të mi, më thonë, ku po shkon të studentu, i them unë. Më thonë, a je përgatit mirë? Po, i them unë. Jam përgatit mirë. Më do shkoja, si me njerë, po. Me vështërsira u futëm, po u futëm, në për rrugica. Sëmë të janë disa rrugica Shqipresin që dalin në rrugën e Elbasanit. U futëm dhe u gjetëm tek shtëpia e një profesorit tim dhe një profesorit time, Karajanit, pak metra në anën tjetër të rrugës. Edhe po rrinim ne aty. Po rrinim, kishte gjithsej një. Thuja 15-20 qytetar, jo më shumë. Jo më shumë. Në anën tjetër, në anën tjetër të rrugës, drejtim të liceut, ishte Robert Koli, sekretari i Komitetit Partisë për Tiranën, ishte Liseni, Lisen Bashkurti, dhe ishin disa funksionarë. Po ishte Rapi Mino, më falë, drejtori i drejtorisë Tiranës, që ishte mjaft i egër, dhe ishin disa funksionarë të lartë të ministrisë. Duke ndajt aty, nuk kanë shkua. Po, ndërkohë, Azem Hajdari, që Usenjitja, me një Gjakoveto lustrafim, hypte mbi krate studentëve dhe bërtishte poshtë dinastia, poshtë Nexhmia, Liri Demokraci, Rofra Mzalia, këto ishin parullat që hidhin në studentët, po. Studentët, këta, sigurisht ishin me urdhër, marrin urdhër forcat rrethuese edhe u futen me lopata, me shkopi.
me të gjitha mjetet në mënyrën më barbare. Ama shkoj me kap njerin, me anëzjer njerin për dorë, se ishte skena të mërshme. Më vjen një nga këta me lopat. I hidhet një grue nga mrapa, ja kap lopat dhe i thot morë quraves këto godasisht ti. Ati e shof unë, sambist edhe që thoni janë dhe droguar, po. Ishtë përndan për 5 minuta. Disa që i rahen, që i dëmtuar, i hudhen mbi kamiona, mbi IFA. I hudhen mbi IFA, si kur t'ishin berre dhe jo njerës. Tani, mbeti aty sheshi bosh. Kishte disa plisa dvegjel, s'kishte as gur, as gjes, ata s'po bënë, absolutisht nuk po qellorin ndaj tyre. U them tani unë atyre, që unë do t'u denonsoj ju në mbar botën me këte që bëtë. Unë s'kisha ku denonsoj asë a më tonë. Po, do t'u denonsoj sepse nuk po bënë asgjë. Jo, më thanë, po gjurin gur. As një gur, thash, ku janë gur? S'kishte gur fare aty. Edhe bëra këtë debat aty me ta, ju bët këni akt shumë, ama i rafen shumë keq, shumë keq. Tani, më thotë, këta qytetarët ikën, shkuar në shtëpitë tyre, mbetëm unë me Besnikun edhe me Çashkun. Tho, Besniku, çfarë po bëjmë? Tho, shkojmë se mos kanë të plagosur në konvikte. Edhe ngjitemi, ka qenë një livad aty, tani mund të jetë ndërtim me siguri, ngjitëm aty livadit, shkojmë tek rruga afër konvikte, aty gjejmë Azem Hajdarin, me një 10-15 student ishin gjithsejt, të zbet, të zemruar, dhe më thonë, ne u kemi kërkuar, na thonë mua Besnikut. I thash unë kam ardhe, dhe vërtet si shani gjuhë fare. Unë kisha në Itali. Ne u kemi kërkuar, thonë, i thash jo unë kam ardhe për vetën time. A do na përfaqësosh ti ne? Jo, thash unë, përfaqësoj vetën time, po unë mbështes ju. Unë do të mbështes ju me aq sa të kem mundësi, po unë përfaqësoj vetën time. Sali Berishën, prandaj ju përfaqësoni veten tuaj dhe do u mbështes mirë. Nuk u erdhi mirë që u thash ti nuk u përfaqësoj. Tha, po mirë tani, tha, ne kemi 2 kërkesa, do na ndihmosh po. Kërkesa e parë, të kujdesesh për të studentët e shtruar në spital. Plotësisht i thash. Ne ja u garantoj që do të kenë do shkojë miqtë shokët e mi do i trajtojnë në mënyrën më të mirë, po. E dyta, na lirojnë të burgosurit. I thash, këtu unë s'qof njeri, i thash, që të them sistemin e burgjeve, edhe këte se marrë për sipër. Prit. Se marrë për sipër, edhe unë ndam, për shkuar në spital. Duke shkuar rrugë, si thëm Besnik. Tani, Roberti e njëtja, Robert Kollin. I them, Roberti ishte aty. Edhe në fakt, edhe aj u prish në ftyrë kur u ranë në atë mënyrë. I them, të shkojmë të them Robertit që t'ja u lirojnë nga burgu, t'ja u lirojnë nga burgu studentet. Kur thot Besnik, komitet partisë, i them unë. Shkojmë në aty, në komitet partisë ka të parë, i themi dëzhurnit, dëzhurni e merë Robertin, i thot ka ardhë Berisha, na priti me njëherë. Thot, i them, Robert, në qofë se nuk i lironi, ata në ora 3 do zbresin në shesh, edhe do bëjnë copë, do thujnë çdo gjë. Prandaj, u thuj ministrisë t'i liroj. Po, tha, po i them. I përve, thash, se si i rafen. Dhe Roberti mori ministri, se ke mori, se di, po një ata që mori ishte një zëvendësministër që unë e një fjarë. Ishte nga një fjarë zëvendësministër unë. I them, tani, lironi, i them, sepse ata do zbresin. Dohen, a i dha një përgjigje pozitive, po jo ka qartë se ndofta as vetë duke dinte në atë moment se sa janë për komisariat policisë e ku janë, po. Mirë. Duke ndajt aty të Roberti, thot Roberti, tani në ora 5 kemi një mbledhje me drejtues të universitetit. A mund të vinë edhe ju? Po i them, vim. Se i thot Besniku që studentet të ndëgjonin Saliun, studentet të ndëgjonin mua, ata ishte një takim që kisha bërë me 10 studentat, me 15 student, po. Shkojmë në ora 5, aty të gjithë drejtues të universitetet. Miq, kisha miq. Ata në mënyrë të çuditshme të gjithë kundër studentëve. Një takim që se kisha prit kurrë. Mirë, po, në takim,
kur e pash që ata dohën kundër, fillova dhe unë të them që kjo është e pa imagjinueshme.